Mirë rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja. Unë quhem Emre. Dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Aşkım mama. S'më lebre, nuk më lebre. Mi prisht videot. Sharjëm biti. Jemi bërë gati tani sepse do shkojmë për mëngjes tek shtëpia e një shoku të Emres, që e fejuara e vetë është bërë edhe shoqja ime. Do shkojmë tek shtëpia e Ömerit edhe e Rindës. Edhe do mëngjes atje. Mëngjes turk, besoj. Sa pamje bukur është këtej, sa mirë. Shiko ka edhe u borë. E kemi ardhur edhe më përpara këtu. Nuk është hera pa që vim, domethënë. Shumë nice, pëlqen. Po ç'është kjo bukurie, ç'është kjo bukurie rrallë e natyrës? Unë. Zemra. Hapet kështu dera. E zeza e theu derën. Açmayı biliyorum, kapatmayı biliyorum. Përshëndetje. Hello! Si e? Përshëndetje. Ja dhe nusja e shtëpisë. Ishte në kuzhinë po gatuante. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mirsel'cim. Ne? Mirsel. Mirë se ju gjetëm. Ha. Një, qa do bëni? Fitoj. Që thoni ju, ne na shkrepi për të luajtur bilardo. Dhe kemi ardhur tani në një bilardo këtu tek rruga Elbasani në një lagje. Është plot me xhanxha. Ka shumë brotë moshuar, shumë gjishka. Ja, përgatitëm. Which one? Danya'cığım daha rahat. Hangisi daha küçük? Fark etmez. Mbaroi loja. Të dashur miq, po japim lajmet. Jo. Po japim lajmet nga loja. 4-0 për Danjën. Unë humba denjësisht. Danja ishte lojtare shumë e mirë dhe Danja faleminderit që erdhe. Ishte ditë shumë e bukur për mua. Emre, për ftesën. teşekkür ederim. Yemek için. Çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir kahvaltıydı. Eline sağlık. Teşekkür Afiyet ederiz. olsun. Next time you'll come in our house. We are Tabii inviting. ki. Bakarız, halledeceğiz. Tani po largohemi ne, se kemi edhe punë të tjera, edhe Rinda me Merin kanë punë të tjera, kështu që do ndajemi për momentin. Mos harroni të bëni subscribe, like, comment and share. Diye. Birisi përshëndetje. Mirë se erdhët Mirë se erdhët në kanalin në kanalin e Danjas. e Danjas. Unë që jam Danja. Unë që jam Danja. Dhe kjo është kanali im, na ndiqni. Erdha këtej nga shtëpia Aleksiës, se kishte ardhur pakuja e dytë e Fashion Novës më në fund. Dhe nga që nuk isha në shtëpi unë, e mori Aleksia. Dhe duke qenë se as Aleksia nuk është në shtëpi tani ka dalë, vendosa që t'i lej një shënim.
Po t'i shkruaj Puç motra fort. Ne nuk para flasim kështu me njëra tjetrën, si që patë edhe tek videoja e kaluar. Po ndonjëherë duhen thënë ca fjalë inkurajuese, fjalë pozitive për njerëzit e afërm, edhe sidomos për motrat. Të dua shumë, edhe ta zemrushka këtu, edhe doja le këtu mbi tavolinë. Pastaj kur të vi në shtëpi ajo dhe ta shikoj do marr në telefon. Edhe do bëj nuk e prisja. Ja. Hajde ikim. Shikoni më sa të bukura e kam unë djekset nëse ju je moj, si kukulla. Më në fund të mblodhëm për shtëpi. Duke qenë se kam shumë punë për të bërë, kam për të edituar, kam për të bërë projektin e Marijes, kam për të bërë detyrat e kursit, nuk kam kohë për asnjë gjë tjetër, është ora 4:20. Nuk kam kohë të merrem as me punë të shtëpisë, as me gatim as vaj, ta mora 2 sufllaqe. 2 për veten time, megjithëse këto vegetarianë janë. Anyway, shkova tek OG Beauty Lounge sepse më tha Aslani. Javën e kaluar tha erdhi një ndjekësja jote, tha solli një shoqen e vet për të prerë flokët, edhe do vi edhe javën tjetër, tha do sjell një shoqen tjetër të saj. Dhe në qoftë se ke kohë, tha hajde, do vi në orën 3, kështu që hajde ta takosh ta edhe ta përshëndesësh se të ka shumë qejf të ndjek. Dhe shkova që takova Ridesën, ishte kaq e ëmbël, kaq e mirë, si kukull, si driti ishte, vërtet shumë e mirë. Bëm një do muhabet aty. Pastaj ikëm edhe në orën 6:30 në fakt duhet të dalim se kemi edhe një takim tjetër. Këtë javë do punoj gjithë javën me orar të zgjatur. Edhe të shtunë të diel. Edhe më duhet që të hynë atë mindsetin e kësaj situate që tani nuk e di se si të ja dalë. Dhe jetë shumë e lodhshme. Gjaka që në lodhshme kjo java që ka kaluar. Po të ja dalim. Qa të bëjmë? Kemi zgjidhje tjetër, jo. Fillova të provoj një qik robat e reja nga Fashion Nova. Kam marrë këtë... Qa quhet ky? Ne i quajmë fanel këtë gjën, juve qari quani? Sabet! Sabet! Okej, pantallonat. Një sekundë, se do vesh dhe një par pantallona që me zi i prisja këto. Po ju ndryshoj pak vendodhjen e... Bo sa zgjyrë, shumë zgjyrë shtëpia, se duhet fshirë. Anyway, përveç këtij kardiganit që mora... Kardigan më? Nga më doli kjo, nejse. Mora dhe këto pantallonat, që i zjodhi Emreja në fakt. Janë super të gjera. Edhe më rikan fix. Më rinë kaq bukur. Jam shumë e lumtur, kurse ato të tjerat ishin qikot në fakt. Kurse këto janë shumë të bukura, për qenë ky detaj këtu, që është i qarë, që nga i qarë deri këtu lartë. Nice. Tani do provoj gjën që mezi prisja. Ndryshova pozicionin e kamerës tani si që shikoni hien këtu, se po bie dielli. Mora këtë fustanin për dasme që ju thash, po problemi është që është shumë i gjatë, duhet të vete ta shkurtoj, edhe është edhe pak i gjerë. Shikoni? Është i hapur shumë këtu. Duhet të shkoj, ta ngushtoj pak këtu, edhe të ngushtoj edhe në qik anësoret. Po kështu është i lezetshëm. Po është shumë i gjatë, duhet ta shkurtoj. Ka edhe një qarje këtu. Qa mendimi keni ju? Si ju duket? Në fakt këta e zjodhi Emreja, se unë i tregova disa opsione edhe këta pëlqeu më shumë. Të pëlqen? No! Ullan sen seçtin! Edhe qarë t'i bëja i tashi? Ashtu duke që modele, si o ty. Pse unë se me bukur si modele? No. Look at her. And of course it was better in picture.
Sa të mira duken këto gështenjat. Super. Këtë recetën e pash tek Kikilishës. Me qëra fjalla, se tani sa po ka dërguar Alexia mesazh, ka dërguar këtë foton edhe thot I love you too. Dhe ka dërguar këtë emoji. Nuk e priste, jam e sigur ta marr tani në telefon. Hello. Come on. Hello. Hello. Qa kema? Ha? Po qanë ma? Pse? Apen që kamerën. Me keje? Me ndjekësit e mi edhe me emren. What do you mean? Jeni live? Ha? Jeni live? Po jo me qa live, jam në YouTube, po filmoj. Ha, ke ndonjë gjë për të thënë? Prit. Prendeva roba, kështu i mblodha robat në veri. No. But I got something here. Kaq. Mjafton, nuk duhet ta din të tërë. Well, e dim se e pan kur e shkruajta. The next day. Ya kalas gibi durmasana ya. Kalas ne be? Orman odun. Aşkım ama. Havada. Aferin bravo. 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 A few moments later. Kam takoj që jam shumë e shkalafitur në lidhje me videot dhe jo vetëm. Jam e shkalafitur edhe me punët e shtëpisë. Shumë e shpërqendruar nga të gjitha anët, se dua të bëj shumë gjëra në të njëjtën kohë. Dhe më duket se kur ka as më del, po dua edhe të çlodhem, edhe normale që ka as më del. Dua të tregoj shumë gjëra edhe tek videot, po jam gjatë gjithë kohës në nxitim. Anyway, sot në mëngjes dolëm, shkuam për të ngrënë tek Mr. Chef, është tek rruga e Kavajës. Kishte gjell me bamje. Kur e pash më ndriçuan syt. Gjëja e parë që pyeta ishte, a janë me mish? Dhe më thanë jo. Kur tha jo, u kënaqa, u gëzova, thashun të lutem më bëj një pjatë. Edhe hëngra gjell me bamje. Si ishte mëngjes, në fakt ishte ora 12:30 diçka e tillë. Pastaj që andej mbaruam së ngrëni, shkuam tek pasteli që është po te Garden Building. Edhe aty hëngrëm nga një ëmbëlsirë edhe pastaj erdhëm në shtëpi. Tani unë duhet ulem që të filloj të editoj, se më është bërë ky editimi, nuk e di, më përpara kisha shumë qejf të ulesha të editoja video, kurse tani më merr shumë kohë se edhe shpërqendrohem shumë, që është e vërteta. Të themi atë që është. Do ta heq telefonin nga dora, do ta lë në domën e gjumit sot telefonin, edhe mos ta hap Instagramin edhe WhatsAppin në kompjuter që të shpëtoj dhe të mbaroj punë shpejt. Përveç kësaj duhet bëj edhe detyrat e kursit, edhe nuk e di nëse do më ngelet kohë të bëj gjë tjetër sot në fakt. Bëra edhe punët e shtëpisë, ndërova çarçafët, lava kuzhinën, lava enët, emreja fshiu, ka ngelu për të larë tualetit dhe për të larë dyshemeja, por në fakt nuk kam pikën e vullnetit edhe kohës për t'i bërë. Kështu që ju kërkoj ndjesë në qoftë se këto videot, këto kohët e fundit janë pak kështu si të hallakatura, janë pak si nuk e di se si mund t'ju duken juve. Më shkruani një në komente si ju duken, si mendoni se janë videot. Edhe të ndërgjegjësojmë edhe unë. Kaq kam për t'ju thënë për momentin. Do të shihemi më vonë. Tani që thoni ju, duke qenë se unë bleva aks, edhe duke ditur se sa të shtrenjta janë akset, dhe duke marrë parasysh faktin që unë nuk kam aq leksa për të blerë 2, 3, 5 pala aks, apo për t'i ndryshuar akset një vit, doja që këto që mora ti mirëmbaja, edhe ti
përdorja në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe pyeta ChatGPT-n dhe i pyeta në qoftë se janë apo jo kundra ujit, dhe më tha që nuk janë kundra ujit totalisht 100%, por mund të bëhen rezistente ndaj ujit, do me thënë mos të depërtoj uji shumë thellë. Dhe më tha që ekziston një lloj spray që i bën agsat të jenë rezistente ndaj ujit. Kështu që unë porosita një Ags Care Kit dhe brenda po ja u hap kështu më mirë. Brenda ka këto produkte. Produkti i parë është Cleaner and Conditioner, është pastruesi. Është këtu. Produkti i dytë, ky pastruesi është në momentin që bëjmë pis, domethënë për t'i larë. Produkti i dytë është Protector, është mbrojtësi, që këtë do përdorim neve sot. Edhe produkti i tretë është Sure Renew, që në fakt ky është një spray që hidhet brenda në kpucë për të mbajtur erë të mirë. Brenda kutia kiti kishte edhe një sponge, kishte një sfungjer të tillë dhe ka edhe këto janë si furçka të vogla, po janë silikon, nuk janë furça tamam. Ishte këtë dhe kishte edhe furçën për t'i krehur, shumë interesante. Dhe kjo përdoret për ta krehur këpucën në këtë lloj forme, siç po e krijon tash. Për ta bërë, domethënë që të jenë në të njëjtin drejtim të gjitha këto copëzat e vogla të këpucës. Dhe duke qenë se na presin ditë me shi, dhe unë nuk i kam veshur akoma agsat, do i bëj që të jenë rezistente ndaj ujit me këtë sprayin që të mos më bëjnë edhe pis, se kjo ishte goxha e mirë në fakt. Me sa pash edhe video në YouTube, ishte një video që e bënte me këtë spray, jo me këtë fix, ishte një spray tjetër, edhe pastaj i hiqte ketchup sipër dhe ai ketchupi i ikte kështu pastroi. Ishte shumë i mirë. Tani do përdorim këtë mbrojtësin. Dhe ky mbrojtësi thuhej që duhet 15 cm larg aksave dhe duhet të hidhet derisa të mbështillet e gjitha, po jo të bëhet kështu si qulle, shumë e lagur. Dhe duhet thahet pastaj në ambient, mos të thahet as në kondicioner, as ta vendosësh ta thash me tharse, sepse e të kur më shumë këpucën. Megjithse e laga pak edhe këtu, po nejse rëndësi ka te kjo pjesa. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Laga edhe këmbën. Zëza. Me atë mbaruan punë, po hedh edhe këtë Sure Renew, që është për brenda. Kjo mban erë të mirë në fakt. Edhe shumë. Në këto i kam pakës fare të ngushta, që është e vërteta, te pjesa e kurizit të këmbës, edhe duhet i vesh për ca ditë në për shtëpi për 10-15 minuta me çorape të holla, që të fillojnë edhe të hapen pak, të marrë pushi, të marrë formën e këmbës time, po që i kam haruar fare, plus edhe nga që koha ka qenë me diell këtë periudhë, edhe nuk më ka vajtur mendja që mund të bjerë shi, që është gabim në fakt, se duhet përgatitem. Edhe nuk është se i kam hapur. Tani unë këto, nesër, se thoshte pas 24 orësh duhet i shikosh, duhet i veshësh, të thajnë tamam. Nesër do e provoj për kuriozitet me një pik, 2 pika ujë, t'ja hedh sipër, edhe të shikoj në qoftë se ja blejti apo jo. One day later. Tani, do ju tregoja përpara se ta mbyll për sot, se çfarë ndodhi me agsat që i bëm me atë spray pësh. Hajde ti shkojmë tani bashkë. Tani! Shikoni pak. E pat? E pat? Po flokët e mia, do të bëjmë tash. Me sa pash dhe nga videot, po sa mbi e floku,
Me sa pash dhe nga videot në YouTube, me këtë sprejnë që vendosë, dhe në qofë se ju bie ndonjë pik ketchupi, po marim, apo balte, apo diçka e tillë, nuk e depërton edhe ka krijuar atë shtresën mbrojtëse sipër. Kështu që nuk bëhen me njolla. Po edhe sikur të bëhen me njolla, neve kemi edhe atë pastruesin për ta larë. Anyway, po largojmë, do të shihemi nesër.